Kryeministri i Kosovës Albin Kurti ka qenë viktime një thirrjeje me video nga dy humoristët rusë Vladimir Kuznetsov dhe Aleksej Storjanov, të njohur si Vovan dhe Lexus. Pak pas zgjedhjeve parlamentare të 9 shkurtit në Kosovë, dy humoristët publikuan video në bisedës me Kurti në platformën Rumble, ku shihej se po flisnin në emër të presidentit të Letonisë, Edgar Drinkevic. Zëdhënësi i qeverisë së Kosovës përparim Kryeziu konfirmoi incidentin përmes një postimi në rrjetin social X, duke thënë se kjo ndodhi më 11 shkurt, vetëm 2 ditë pas zgjedhjeve. Ai arsyetoi rënien e kryeministrit për mashtrimit, duke thënë se gjatë asaj kohe Kurti po merrte telefonata të shumta urimi, pasi partia e tij lëvizja vetëvendosje doli e parë në zgjedhje me rreth 42% të votave. Për shkak të kohës së kufizuar, nuk ka qenë gjithmonë e mundur të kryeshin verifikime të thella të çdo thirrje, tha Kryeziu. Nuk është hera e parë që këto humoristë përpiqen të mashtrojnë lider të Ballkanit. Një përpjekje e ngjashme ishte bërë edhe ndaj ish-presidentit Hashim Thaçi, por ai kishte thënë se kabineti i tij ishte treguar i kujdesshëm dhe kishte parandaluar mashtrimin. Mashtruesit kanë pretenduar të deportohen edhe në zyrën kime, mirë po ka pasur kujdes maksimal prej institucioneve këtu, sepse unë nuk mund të flas me dikë pa pëlqimin, para prak të informuar, pa e thelluar temat që mund t'i flas dhe pastaj, pa e lidhur të dy kabinetet të presidentit të Kosovës me autoritetet që dëshiron t'i flas. Ka qenë para 7-8 muajsh kjo përpjekje e tyre për të biseduar me mua si president i Kosovës. Falenderoj kabinetin që janë treguar të kujdesshëm dhe kanë përvetësuar këtë mundësi të një komuniteti të drejt për drejt të këtyre dy mashtruesve në emër të ish-presidentit Petro Poroshenko, ka deklaruar në atë kohë Thaçi. Vovan dhe Lexus njihen për thirrjet e tyre ndaj liderëve botëror, përfshirë presidentin francez Emmanuel Macron, presidentin polak Andrzej Duda, ish-kryeministrin britanik Boris Johnson dhe figura të njohura si Elton John e princi Harry.